Rubrika jone përhershme të pathonat të kësaj jave ka rezervuar vend për Baba Stars, Tunën, Bleona Qeretin, Gjirën e të tjerë. I shohim bashkë se çfarë kanë bërë këta. Labeli Baba Stars ditëve të fundit është duke u marrë me shumë punë sa i përket muzikës. Shumë projekte muzikore janë duke u realizuar për këtë fillimverë, e njëra ndër to është edhe bashkëpunimi i Getit me këngëtaren Bleona Qereti. Burimet të prives kanë bërë të ditur se në këngët dhe klipin më të ri të Getoarit, Bleona do t'jetë e pranishme, por jo duke kënduar. Edhe një bashkëpunim mjaft interesant, po na vjen shumë shpejt. Bëhet fjalë për tashmë çiftin e shumë përfolur, Tuna dhe Kozman. Ky bashkëpunim pritet të jetë hit i radhës i Tunës, ndërsa klipi pritet të jetë shumë më seksi se ai i fundit. Kjo këngë është duke u incizuar në studiot e Baba Stars dhe publikohet javëve në vazhdim. Me verën kadera edhe Tuna po vjen shumë e nxehtë këtë herë me klipe e këngë që s'kemi parë më herët. Libri i shumë përfolur i prezantuesit dhe gazetarit me famë në Ballkan, Blendi Fevziu, i dedikuar Enver Hoxhës, i cili u publikua kohë më parë, ka kaluar kufitan me lexueshmëri. Dy lojtarë të ekipit italian, Klose dhe Lulic, janë fotografuar duke lexuar librin e Fevziut. Kjo foto gjithashtu është publikuar në gazetën sportive italiane Corriere dello Sport, por e gjithë kjo nuk ndodhi rastësisht. Blendi Fevziu ka qenë i pranishëm në Itali për të bërë një dokumentar për lojtarin kosovar Lorik Cana e pse jo të mos shfrytëzonte rastin të promovonte pak edhe librin e tij, dhe në përfundim ai ja ka arritur. Kjo foto ka qarkulluar në mediat italiane e po ashtu edhe tek ne bëri namin. Hello Privista, këtu jam në Kerr me psikopatin që unë ka grabit që tash të unë ka shtin Kerr. Jena të përfundu skenën të fundit këngës, të videoklipit këngës Psikopat. Si gjithë Lena me ideja të saj të tranta. Psikopat është titulluar projekti më i ri i këngëtares Gjira, e cila ditë më parë e solli në treg. Përsëri me një tekst dhe me një klip si shdi vetëm ajo. Në vazhdim ju sillim disa sekuenca nga prapaskena e xhirimit të klipit, i cili u realizua sërish nga motra e saj, Lena. Gjira për momentin ndodhet në Kosovë, ku ka ardhur të pushoj paksa. E shumë shpejt pritet që ajo të sjellë edhe disa projekte tjera në skenë e edhe disa bashkëpunime mjaft interesante, për të cilat kur të vije koha do ja u sjellim vetëm këtu. Pas më shumë se 2 vite punë në këtë film, më në fund projekti i filmit Gone Back përfundoi. Për të falenderuar të gjithë pjesëmarrësit në këtë projekt, Emo Filmworks ka organizuar premierën interne, cast and crew të filmit Gone Back, e cila u bë për nder të aktorëve, ekipit realizues dhe suportuesit e filmit. Kjo premierë u mbajt në kineman më të njohur në Amsterdam, iFilm, ku të praneshëm përveç stafit realizues, ishin edhe shumë producentë dhe kompani filmike holandeze. Filmi Gone Back është duke u përgatitur për premierat në festivalet të ndryshme botërore, duke përfshirë këtu edhe festivalin e Cannes, gjithashtu edhe në Kosovë. Sipas Emo Filmworks, në Cannes regjisori Ernest Meholli, përveç premierës së filmit, do të prezantoj edhe idenë e tij për filmin më të ri, të cilin po mendoj ta filloj shumë shpejt. Prezantuesja e televizionit të Kosovës, Erleta Hoti, pas dështimit të lidhjes së saj me këngëtarin Castro Zizo, prej së cilës ata kanë edhe një fëmijë, ka pohuar publikisht që nuk e ka ndërmend të martohet asnjëherë. Në një status në faqen zyrtare të saj në Facebook, Erleta ka shkruar një postim ku pohon se nuk dëshiron të martohet, por të ketë lidhje në të ardhmen nuk e përjashton. Ishin këto të gjitha materialet që kemi përgatitur për ju sonte. Shpresoj që kaluat mirë. Shihemi sërish javën që vjen. Për çdo gjë që lidhet me Prive, ju tashmë e dini keni kanalin tonë zyrtar në YouTube me Prive Klan Kosova. Një falënderim i veçantë shkon për sponsorin tan Golden Eagle. Natën e mirë dhe deri në takimin tonë të radhës, kënaquni. Prive.
Prive sponsorizohet nga Golden Eagle.